Hetimet e prokurorisë së posaçme SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku kanë hyrë në një fazë më intensive që përfshin tenderin e tunelit Llogaras, 7 lotet e Unazës së Madhe të Tiranës dhe disa procedura të tjera tendrash. Me miratimin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, agjentët e Byros Kombëtare të hetimit kryen të premte rreth 35 kontrolle në zyra dhe banesa. Objekti këtyre kontrolleve kanë qenë biznesmen që kanë përfituar nga tendrat, si dhe zyrtar të institucioneve në varësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, që drejtohen ende nga Balluku. Kontrollet përfshin gjithashtu persona dhe kompani të përfshirë në procedurat për ndërtimin e autostradës Tuman-Kashar, ku dosja përmban dhe komunikime me zëvendës kryeministres dhe vartësve të saj, që tregojnë ndërhyrje direkte në favor të operatorëve për tendra të rëndësishëm. Mes personave të kontrolluar janë edhe ish-vartës të Ballukut, të cilët aktualisht ndodhen në masën e sigurisë arrest shtëpie. Gjatë kontrolleve në banesat e ish-zyrtarëve të shkarkuar kohët e fundit, agjentët e BK-s sekuestruan telefona celular dhe dokumentacione të shumta, të cilat do t'i nënshtrojnë ekspertimit të detajuar nga organet e reja të drejtësisë. Hetimet po ashtu janë shtrirë dhe tek banesa dhe zyrat e drejtuesve të lartë të institucioneve të energjisë dhe infrastrukturës, përfshirë edhe drejtues të kabinetit të ministrisë dhe zyrtar të tjerë kyç të këtij institucioni. Kontrolli u zhvillua që në orët e para të mëngjesit nga agjentët e Byros Kombëtare të hetimit, me mbështetje të policisë së shtetit, për të siguruar kapacitet plot hetimor dhe dokumentacion të paalternuar. SPAK po vijon të mbledh prova të reja dhe informacion shtesë në lidhje me akuzat e ngritura ndaj Ballukut dhe bashkëpunëtorëve të saj, të cilët janë në akuzë. Për më tej, prokuroria ka kërkuar nga Kuvendi heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren, për të mundësuar që masa arrestit të shtrihet edhe ndaj saj, ndërsa hetimet për tendra dhe ndikime të mundshme të palishme po vazhdojnë, siç duket, në mënyrë intensive. Mirë, pra ky ishte inserti për sa i përket kontrolleve të ushtruara nga agjentët e Byros Kombëtare të hetimit në raport me dy, le të themi, çështje të cilat po hetohen për sa i përket tunelit Llogaras dhe në anën tjetër 7 lotet e Unazës së Tiranës. Karanxha, tash kur bëhet fjalë për hetime, unë do të marr mendimin tuaj si ish prokuror si organizohen këto dhe ç'është ky intensifikim tash në raport me këtë dosje, 35 kontrolle banesash, mund të jetë edhe më pak dhe më shumë, por i numri konsiderueshëm. Duhet kemi parasysh që kjo çështje ka dalë në sipërfaqe nga njoftimi i akuzës për marrje të panderë të zonjës Balluku në tetor të vitit 2025, të vitit. Zonja Balluku e shtyu paraqitjen prokurori e la për datën 31 dhe shkoi me gjithë motrën e vet, po të kemi parasysh. Më pas u bë vendimi i pezullimit, po të kemi parasysh u kërkua nga prokuroria dhe u vendos gjykata se gjithçka vit të pezullimit. Kemi vendimin e gjykatës kushtetuese dhe kemi një ashpërsim të retorikës dhe fjalëve me SPAK-un, pra qeveri SPAK. Gjendur para kësaj situate, duke kemi parasysh se kjo çështje është çështje me ndjeshmëri për publikun. SPAK-u dhe BKH-ja bashkë kanë intensifikuar punën në gjetjen e provave. Dhe mjetet e kërkimit të provës, një nga llojet e mjetet të kërkimit të provës është dhe kontrolli. Kontrollet janë marrë me kërkesë të prokurorit, është vendosur nga gjykata dhe qëllimi i tyre është për të siguruar prova të cilët janë në kuadër të hetimit duke përfshirë 7 lotet. Ose mund të ketë objekte të tjera hetimi që neve nuk e dimë. Ka disa çështje të cilat përflitet që mund të ketë çështje të tjera të cilat janë në hetim. Përflitet, por neve të jemi korrekt dhe me publikun. Neve flasim për çështje të cilat SPAK-u ka dalë me një deklaratë publike. Dhe konkretisht bëhet për 7 lotet. Këto i ka thënë dhe Dumani, që i ka thënë Dumani në kuvend që kjo është në hetim paraprak, kjo është në hetim paraprak, kështu që do lidhje bëhet. Është në hetim për Ballukun apo është në hetim për çështje tjera? Dakord jam këtu, këtë do ta ndaj. Por duke qenë para kësaj situate dhe retorikës politike dhe kredibilitetit të SPAK-ut, ata po bëjnë veprime hetimore për të provuar fajësinë. Pra po marrin prova, sepse provat kështu merren me kontrolle, me sekuestro, me përgjigje, pyetje dëshmitarësh. Po të kemi parasysh një dëshmitare thënët e saj që kishte rrjedhur në media, kjo gjatë kohës që është marrë panderë, pra masi Balluku ka pasur cilësinë e panderës, kjo dëshmitare ka pretenduar se ka pasur presion nga e prorët e vetë lidhje me çështjet, domethënë është pas marrjes së panderë. SPAK-u po intensifikon punën. Tani pa e paragjykuar se jo të 7 lotet mund të jenë me shkelje, mund të ketë shkelje administrative dhe jo penale, por kur jemi në fazën e mbledhjes së provave, mund të kemi edhe ne sepse SPAK-u të 7 ato, Karanxha.
të 7 ai ka listuar një njoftim zyrtar. Që aty kupton dyshohet kryerja e veprës penale e shkeljes barazdisë në tendra për të 7 lote. Dyshohet. Po mblidhen provat për të provuar këtë dyshim, ë? Të provuat, ka apo jo? Nëse s'ka spaku thotë nuk ka vepër, do të çojë si zor. Për pushim. Po, sepse është në hetim si çështje. Duke qenë në hetim, janë vënë sepse edhe nga retorika politike, nga debati, dhe ata janë vënë në mbledhjen e provave. Dhe se ka çështje prioritare, siç mund ketë edhe çështje tjera. Por kjo çështje u bë prioritare për shkak të debatit publik, sepse u diskutu në media, në studio, në parlament, është diskutu se nuk ka prova për këtë çështje. Pra është diskutuar nga mbështetësit e Ballukut, të cilët thonë nuk ka prova. Ndërkohë, Spaku nga ana tjetër thotë po, ka prova dhe po mbledh prova të reja. Dhe çështja është në hetim për 7 në djenin time janë bërë, siç është diskutuar, 35 kontrolle të kompanive të cilat lidhen me këtë lote. Pra, ato që lidhen me këtë lote është bërë kontroll personal. Tash çfarë është gjetur, çfarë është gjetur, e kanë ditë as e kanë ditë, është gjë tjetër. Është bërë me agjentët e BK-s. Pra, është bërë me agjentët e BK-s. Tani të presim do ketë një njoftim zyrtar, s'do të ketë, kjo është gjë tjetër, sepse Spaku është në kuadër të hetimit dhe për çështje caktuara, nuk mund t'japin në çdo fazë të hetimit. Zakonisht është procedura, po të kemi parasysh, në marrjet pa nderë, ngritjen e akuzave, pra që dalin me njoftim, se nuk do të njoftoj për çdo gjë, se Spaku nuk është rrugë që është me tabela, kthes djathtas, kthes majtas. Kur vjen kryqëzim, pra kur është finalizimi, do del me një njoftim zyrtar. Kam një pyetje këtu që është më tepër, le të themi, profesionale që i përket punës tuaj. Tani, nëse marrim rastet e biznesmenëve, kushdo biznesmen qoftë, i cili mund të ketë fituar një tender, me ndërhyrje, kapen komunikime, siç ndoshta janë kapur, dhe ky tender, le të themi, është fituar brenda fondit limit, punimet janë kryer dhe mund të jenë kryer cilësore, ka akuzë të cilat i rëndojnë biznesmenëve sepse e bëj këtë pyetje Karanja për një arsye. Në Shqipëri janë diskutuar shumë që, le të themi, goditen zyrtar të lartë, ndërsa pak janë biznesmenë të cilët, le të themi, thjesht e kanë përballen me detyrim paraqitje, askush nuk është i arrestuar. Prandaj e shtroj si bisedë më tepër nga pikpamja profesionale. Tani nga pikpamja, po e them pak nga pikpamja publike, masanej do ta them profesionalisht. Për mua, biznesmenët po të ketë treg, mos ketë politikan të korruptuar, pra të jetë gare drejt, dhe biznesmenët në një farë mënyrë janë viktima të sistemi korruptiv. Okej. Sepse një biznesmen që bën një tender nuk ka interes të merret të japi 50 milionë të punoj për tjerët. Edhe Gjoka, për shembull, rasti Gjokës po e marrim, nuk ka asnjë interesi Gjoka të punoj për llogarit turku që as nuk e njeh fare. Pra, flasim me logjik. Biznesmenët shqiptar janë viktima të korrupsionit. Pra këto janë, sepse edhe raporti, edhe ligji që po del në Shtetet Bashkuara të Amerikës po thotë zyrtar të lartë, nuk po thotë biznesmen të lartë. Biznesmenët e lartë do kenë përgjegjësi ose mund të kenë në listën e non gratave ata të cilët kanë lidhje me trafikun ndërkombëtar drogës, që kanë synuar dhe interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në përgjithësi një biznesmen me logjik nuk ka asnjë interesi që të japi para, njëri të japi para të se i ma parat vete. Pse të japi parë tjerëve. Dhe këtu tash për sa i përket barazisë në tendera, këta biznesmen që kanë konkuruar duhet pa që do shohin hetimi. Nëse një biznes ose një kompani ka qenë më mirë se tjetra, e ofronte se duhet kemi parasysh cilësinë, sepse ti mund të ulësh çmimin, po mund të kesh cilësi dobët. Pra, kompanitë të cilat japin çmimin më të ulët, dhe cilësinë sa më të lartë. Sepse ti ke një standard. Për shembull, po them, një urë duhet bëhet maj 5 ton, jo maj 2. Po ul shumë, nëse mundem quhet anomalisht e ulët dhe përjashtohet. Po ul më shumë se çfarë duhet, siç e parashikoj. Ka dhe një logjik ekonomike. Të bëhen rrugët shkelë shkosës ka urë fare për shembull, dhe ti e ul çmimin dhe ndërkohë ndryshon projektin, edhe me projektin tjetër ti e ke çmimin më të lirë. Prandaj këtu kemi anomali. Projekt, zbatim, dhe kompanitë që kanë marrë zbatimin kanë qenë me probleme, kanë punuar për llogarit personave të tretë. Prandaj duhet parë me shumë kujdes biznesi, i cili për mendimin tim është viktim e korrupsionit. Okej, faleminderit Karanja për shpjegimin edhe për publikun dhe për shpjegimin profesional. Për të vjuar së bashku Rexhepi. Tani si e shikon këtë intensifikimin e punës së SPAK dhe BK-s në raport me, le të themi, tendrat të cilat i ka marrë në hetim? Çfarë kupton këtu? Atëherë, nëse ky hetim është për llogaritë të zonës Balluku, ta fillojmë me një analizë pak më gjerë që gjykoj që thjesht po e themi se mund
ta kenë kuptuar shumë njerëz. E para njerë, Spaku në kuptimin ligjor ju bë një karshëllik shumë i fortë dhe shumë i hidhur, shumë i panormalshëm. Ankimimin në gjykatën kushtetuese dhe fitore në gjykatën kushtetuese që u trompetua si fitore e kryeministrit e stafit. Në këtë moment, se ndoshta gjërat mund shkonin edhe pak më lehtë, ndoshta jo me këtë lloj intensiteti. Në këtë moment Spaku nxori artillerinë e rëndë, loj shahu është kjo. E kupton? Nxori artillerinë e rëndë, meqense shkova në gjykatë kushtetuese, madje flitet mediatikisht është hedhur një informacion në treg që në lidhje me zotin Gjoka që është i panderur në Shkodër, më duket, nuk e di emrin, s'm kujtohet. Ka dyshime që janë interceptuar telefonata. Dhe kjo për mendimin tim është kështu në kuptimin shpresion i hapur ndaj gjykatës kushtetuese, ndoshta edhe presion ligjor që keni kujdes se nuk luhet me zjarrin. Në këto parametra ka qenë përplasja dhe kuptohet Spaku nuk do të pranonte humje dhe shumë mirë që bëjnë sepse tek e fundit kërkojnë mbrojtje ligjore të akuzave që ngren. Edhe kërkesa për largim nga detyra, dhe këtu e kemi diskutuar, ishte kërkesë me shumë finesë, domethënë, për të shmangë parlamentin dhe nuk e di çfarë reagimi ka dhënë parlamenti dhe çfarë reagimi do japi, po unë po të isha kryetari i Spakut, kush do votonte kundra do të japë proces. Se sa do dënohesh është tjetër punë. Në kuptimin, nuk je vënë atje që të mbrosh paligjshmërinë, edhe deputet nëse je. Me kupton, kur faktet dhe gjërat janë flagrante, duhet mendohesh mirë. Madje duhet iki fare kjo lloj mbrojtje imuniteti, po këtu në zyrën tuaj kemi thënë, ti je oficer me grata në moment që thirresh atje. E s'ka më pak se sa që kanë luftuar me krimin, i hiqen spaleta direkt dhe fillon procedimi dhe pezullohet direkt. Mund të kthehet detyra nëse pushohet dhe ajo shumë normalisht mund të largohesh. Prap në lidhje me zonin Balloku, edhe në shtrirë më gjerë. Kam përshtypjen, siç tham, dhe bashkë është tepruar zullumi që do të thotë probleme me portin, po janë gjëra strategjike ndërkombëtare. Se ndoshta me shqiptarët janë mësuar që e kanë kollaj dhe ka rënë forca reaguese e qytetarëve dhe vetë biznesmenët siç tha dhe i nderuari, domethënë janë të nështruar të ulin kokën, që për mendimin tim ligjërisht mund t'i ngecësh, po ne po flasim moralisht, domethënë se ligjërisht tek e fundit ato paratë që janë dhënë aty kanë kaluar dhe ti i ke kthyer, po që në aspektin jo vetëm që ju marrin shumë, por ka fjalë që janë kthyer të punësuar. E unë s'do ta pranoja kurrë dhe më mirë mbyllja, po punë e tyre domethënë. Që kanë kthyer të punësuar domethënë, na emrin edhe qarkullojnë lekët këtej. Ndërsa në lidhje me zonën Balloku do thosha këtë. Nuk hyn dot tegën në lojra ndërkombëtare, sepse nuk ke Artanin përballë, fal, po marr shembull janë po të marr shembull se është lojra ndërkombëtare si çështje. Po marr shembull Pacollin. Nuk kam informacion fare. Di që Pacolli ka bërë Kremlinin. Është thënë, rikonstruksionin e Kremlinit. Si mendoni ju, të monetarisht çash brenda mafjes ruse, në dia ka fshatë lehtë këtej? Matan? Edhe ka dhe, domethënë flitet edhe për marrëdhënie të afërta dhe me presidentin amerikan. Është përfolur që mund të ketë njohje si biznesmen, se janë të dy janë të. Jo, nuk e di, po keni parasysh që morën shembull. Po tregu pra, që të lejnë njerëzit të marrin frymë. Marrin frymë, çështja e portit. I ka bukuar. Spostohet porti jepet. Po porti nuk spostohet kështu pa marrë leje strategjike me NATO-n, e vendin NATO-s. Aeroporti që përmendëm, janë boll për të krijuar tërmete. Në lidhje me fondin limit, tenderat kanë jashtëzakonisht probleme, jo për rastin konkret, se nuk kam informacion. Një tender mund të skualifikosh firmat për shembull me, le të themi, me punë ngjashme. Që si kanë. Mund të skualifikosh me numër punëtorësh, për shembull. Një nga operatorët që ti ke dëshirë, sepse ka marrë pjesë në prokuror, një nga operatorët që ti ke dëshirë i thua do vë 500 punëtorë, ndërkohë që tjetri ka 300. Ky që e di i punson edhe të bë kusht kualifikues. Pjesa tjetër që është më e rëndësishme, ja jep me vlerën kokë, nuk ja jep me vlerën më të ulët, pra ja jep me vlerën më të lartë. Është një fushë që nuk është se nuk e njohim, pavarësisht se tenderat që kemi patur për duar janë në këto parametra dhe për hir vërtetë janë audituar dhe s'kemi pas asnjë pasojë. Plus janë arritur shumë tarifat e tangenteve, janë arritur në ato nivele që si Tangentopoli po ndodh tash se haruam ta themi domethënë, si në Itali që plas Tangentopoli ti i vogël, nuk po ta them konotacion negativ, plasin në Itali kjo skandali këtyre tangenteve domethënë qeveritar dhe u quajt Tangentopoli. Kështu që edhe në këtë kuadër jemi. Po plas, domethënë po plas dhe këtu është gati domethënë. Absolutisht. Ka plasur, unë
sinqerisht nuk jam fan si Ramës, por o si dëgjon ata këshilltarët, o i kanë naiv, ose nuk e di si nuk e vlerëson drejt situatë, ose ka hyrë në një lojë që s'del dot. Sepse ai hyn në lojra që vërtet të rënda. Është problemi profesionistëve, largimi profesionistëve në çdo fushë të jetës ka sjell pasojë. Sepse nëse do kishte këshilltarë të dur, do merrte orientime të dura, edhe në këto momente. Nuk do shkonte në gjykatë kushtetuese për mendimin tim. E qartë. Faleminderit Rexhepi. Karanja, presim arrestimet të zyrtarëve të tjerë në këtë dosje kur e shikon në kompleksitetin e vet, nëse këto çfarë spaku dyshon, të paktën që i kanë ngritur si dyshime, nëse i provon me këto celularë dhe dokumentacione të cilat janë sekuestruar, qoftë në zyrat e shtetit, qoftë në zyrat e biznesmenëve, pritet le të themi diçka? Tani duhet kemi parasysh diçka. Në kompleksitetin e veprave penale që mund të dalin, në kompleksitet. Një fragment për celular për mbasi të mbaroj. Po, okay, po. Më mbrapa. Ka diçka shkruar një perceptim sikur po punohet vetëm me telefonat. Po personat që kanë telefonin s'kan folur? Pra ai që ka telefonin ka folur apo jo? Kjo është ideja. Pra spaku nuk është se po punon vetëm me telefona dhe me Skype. Ka dhëna tjera, ka prova tjera të cilët provojnë fajsin, sepse disa persona të cilët kanë qenë për numër në komisionet e tenderave, në komisionet aty dhe ato kanë fol në djenin, kanë dhënë dhëna të sakta, sepse çdo kush do maj atë që ka bërë. Ke dhe njerëz që kumbulla skapse të mpihen dhe më është normal. Ke persona pra provat që janë për çështjet, nuk janë vetëm provat me telefona, po janë matej, ka gjëra tjera dhe mendoj që do ketë procedime dhe ndoshta edhe me arrest, që do ketë për shkak të shpërdorimeve të mëdha që shkojnë drejt vjedhjes. Pra, domethënë diskutohet, kemi shpërdorim apo vjedhje? Se kemi thënë ti. Për mua do të jeni në shpërdorim fare. Duhet kemi parasysh kur paksohet pasuria e shtetit në mënyrë të hapur, pra në mënyrë të hapur ai merr parat nga buxheti i shtetit dhe maskon gjëja një tender, një diçka fiktive, kjo është vjedhje. Pra është vjedhje, është paksimi i pasurisë dhe vjedhja, teoria njeh dhe vjedhje për persona të tretë. Pra ti vjedh për tjetrin. Dhe këto duhet ta shohë dhe akuzat rast pas rasti. Domethënë pa e paragjykuar, kështu ka çmuar prokurori, kështu ka vendosur, por provat e tjera do ketë. Se po procedohet. Kur çështja është me identitet, tani gjithmonë mblidhen prova, mblidhen dhëna, sepse ka informacione që ka shkelje dhe i kanë brendshme ato. Atë din vetë se çfarë kanë bërë. E qartë. Ato e kanë brendshme, e kanë kallauzin. Besoj. Rexhepi po më thoje për celularët? Atëherë celularët se më kujtua një histori të nderuarit zotit kryeministër që tha mos guxoni t'i afroni celularit tim. Në shkurt kur arrestuave Liej. Atëherë. Këtë vit. A është naivitet profesional kjo? Po patjetër që është. Keni parasysh historinë e biperot ato janë ato pajisjet që të dërgojnë thirrje celular, që ju plasën gjithë këtyre kundërshtarëve të Izraelit? Po, Hezbollah. Po çfarë mendon ato celularin? Po celularin i kanë futur një virus atje dhe i hapin pa dëshirën e vet, ja inqizojnë pa dëshirën e vet nëse duan dhe mbahet sa dush. Sa të duash mbahet celularin dhe tunde, kështu që s'ma prek dot njëri. Ka hes teknologjia. Kjo tamam kjo është bërë që ne të jemi të kontrolluar kjo si pajisje. Kështu që flas gjithmonë për këshilltar të dobët. Ç'është kjo deklaratë? S'merres mbahet celularin. Ta virusojnë nga lart, edhe ku ti je në biseda, hapet me pa dëshirën tënde, dëgjohet pa dëshirën tënde. Kuptohet mund të kenë marrë një meratim gjykate, po e them kështu në mënyrë hipotetike, nuk del një këta shtetit thotë kështu, sepse nuk ka këshilltar të mirë, nuk them që është i pamonçovet, sepse s'mund të jetë specialist në çdo fushë, kupton? Po që me këshilltarët duhet të ketë shumë kujdes dhe duhet t'i dëgjoj. Sepse është bërë njëri që nuk reagon. Për mua, në rastin e armëve, pavarësisht se ka dyshime që armët u hodhën këtu, në rastin e armëve reagimi që është shumë pozitiv. S'bën tak. Ai Ram duhet të jetë në kuptimin, jo si Ram si emër, por si kryeministri, se nuk është se kam ndonjë. Si pozicion pune, si administrator shteti. Kupton, duhet të jetë ai reagim duhet të jetë shef i gjë që nuk funksionon. Bëj një jap brava s'bëhet nami. Po dhe i dorëgjë s'bëhet nami, mund të fitosh gjë dhe futu apelojnë. Sepse Belinda Balluku, sa rrova të them, për postë të tjera është dyshimi im personal dhe prandaj thash rikonsideroj për atë vlerësimin për Ramën dhe rikonsideroj vlerësimin për Spakun. Pra pozitiv sepse kam thënë që për zgjedhjet nuk e mirë. Edhe zgjedhjet mund të jenë një shkak. Jemi në një situatë që i ka ndodhur Sali Berishës në 96-ën. I thamë përsërit 45 zonë, nuk i përsëriti. Edhe ndodhi që ndodhi, pastaj u hapën devët, u hapën për Kosovë, ajo histori vlen për të diskutuar pastaj, po që këtu nuk lën superpushtetet, diktatura nuk lën njeri këtu. Ta harojnë domethënë, se u bën gati për diktaturë. 83 mandate, hajde se po bëjmë 90, po ndrojmë sistemin politik, po krijojmë sistemin e senatorëve etj.
dhe ja ku të pritet filmin mes. Ose Berisha është dakord që të bëhet me 100 deputetë dhe me dhoma senati. Po patjetër më, që i bin violinçelës bashkë atë s'po diskutojnë atë pjesë. Nuk kjo është shqetësuese. Kjo është. Edhe thënë të sistemi. Kjo është nxjerr 200 veta.